diskotekë në Koçan. Autoritetet e Maqedonisë së Veriut kanë konfirmuar ditë pas zjarrit shkatërrues në një diskotekë në Koçan. Autoritetet e Maqedonisë së Veriut kanë konfirmuar se numri të plagosurve ka arritur në 173 persona. Ngjarja ndodhi të dielën në orët e vona të natës dhe ka shkaktuar tronditje të madhe në vend dhe rajon. Më shumë se 70 të lënduar janë transportuar për mjekim të specializuar në spitale në Bullgari, Serbi dhe Kroaci. Fatmirësisht shumica e tyre janë jashtë rrezikut për jetën, por një pjesë kanë pësuar djegje të rënda dhe dëmtime serioze në mushkëri si pasojë e thithjes së tymit toksik. Mjekët raportojnë se shumë prej tyre kanë vështirësi në frymëmarrje për shkak të ekspozimit ndaj substancave kancerogjene. Të dhënat e para të hetimeve tregojnë se diskoteka ishte ndërtuar në mënyrë të paligjshme, duke mos përmbushur standardet bazë të sigurisë. Ajo ishte përshtatur nga një ish fabrik tapetesh dhe magazin, pa marrë masat e nevojshme kundër zjarrit. Hetuesit dyshojnë se një pjesë e ndërtesës ishte ndërtuar me azbest, një material kancerogjen që kur digjet lëshon tym tepër të rrezikshëm për shëndetin e njeriut. Ekspertët po analizojnë se si ky objekt ka marrë lejen për të funksionuar si një qendër argëtimi, ndërsa dyshimet për korrupsion janë forcuar. Dokumentet paraprake tregojnë se disa zyrtar mund të kenë shpërdoruar detyrën duke lejuar një ambient të pasigurt të operonte pa masa mbrojtëse. Hetimet kanë çuar në arrestimin e disa personave të përfshirë në dhënien e lejeve të ndërtimit dhe inspektimet e sigurisë. Një ndër të arrestuarit është edhe një ish ministër shqiptar i ekonomisë, i cili dyshohet për shpërdorim detyre dhe korrupsion në procesin e licencimit të diskotekës. Ngjarja ka shkaktuar reagime të forta në opinionin publik, me qytetarë që kërkojnë drejtësi dhe ndëshkimin e atyre që lejuan një objekt të rrezikshëm të operonte pa kontrolle të rrepta. Autoritetet kanë premtuar një hetim të thelluar për të identifikuar të gjithë përgjegjësit dhe për të shmangur tragjedi të tilla në të ardhmen.